Princi William 2023-2024 ka qenë viti më i vështirë i jetës time. Princi William ka folur hapur për sfidat e mëdha që ka përjetuar familja mbretërore gjatë viteve të fundit, duke i quajtur periudhën 2023-2024 më të vështirë në jetës time. Deklarata u bë gjatë një episodi special të emisionit The Reluctant Traveler në Apple TV Plus, ku aktori Eugene Levy viziton Mbretërinë e Bashkuar dhe takon princin në kështjellën Windsor. Në një moment të sinqert, William u shpreh: "Jeta na teston. Aftësitë për të kapërcyer këto sfida na formojnë si njerëz." William ndau se përveç detyrave të tij mbretërore, pjesa më e rëndësishme në kohën e lirë për të është gjumi, duke theksuar lodhjen që vjen nga prindërimi i 3 fëmijëve të vegjël, princi George, princesha Charlotte dhe princi Louis. Gjatë bisedës së tij ai foli për vështirësitë që kanë përfshirë familjen. Në mars 2024, bashkëshortja e tij Kate Middleton zbuloi se ishte diagnostikuar me kancer pas disa muajsh trajtimi. Në janar 2025 ajo njoftoi se ishte në remisje dhe prej atëherë është rikthyer në shumë angazhime publike. Edhe babai William, mbreti Charles, është diagnostikuar me kancer gjatë kësaj periudhe. Ka qenë brutale, por jam shumë krenar për babain dhe bashkëshorten time për mënyrën se si e kam përballuar këtë periudhë.